Të ardhurat në buxhetin e shtetit kanë vazhduar në trendin rënës edhe për muajin tetor, duke realizuar vetëm në 81% të planit. Në një kohë kur po diskutohet projekt buxheti për vitin e ardhshëm dhe qeveria pretendon të bëjë reforma, të ardhurat në buxhetin e shtetit duket se nuk po e mbështesin. Sipas statistikave zyrtare të publikuara nga Ministria e Financave, vjet re se të ardhurat në buxhetin e shtetit për periudhën 10 mujore, edhe pse janë më të larta se një vit më parë, rezultojnë më të ulta se parashikimi. Kështu të ardhurat për këtë periudhë ishin planifikuar në masën 338.7 miliard lek, ndërkohë që janë mbledhur 334.7 miliard lek ose 4 miliard lek më pak. Po sipas këtyre të dhënave, vlerën më të lartë në mos realizimin e kanë të ardhurat nga TVSH-ja me një masë prej 4.7 miliard lek. Gjithashtu me mos realizim janë edhe taksat nacionale me 1.7 miliard lek, si dhe të ardhurat jo tatimore me 1.5 miliard lek. Krahas të ardhurave, sipas këtyre statistikave, vjet re edhe një mos realizimi i shpenzimeve publike në një vlerë prej 17.7 miliard lekësh. Pra, për këtë periudhë nga buxheti i shtetit janë shpenzuar 321.6 miliard lek nga 338.3 miliard lek që ishin planifikuar. Buxheti i shtetit për këtë periudhë rezulton me një suficit prej 10.1 miliard lekësh.